krijuan. Nuk pretendosh me boshin mbas një kalvarit të tillë, kur të ka ndodhur që nga 2018 e nisi me Gianpiero Venturën, ai pati mirësinë që dha dorëheqjen, ishte trajneri i Torinos dhe nuk dha vetëm, dha Tavecchio, ishte presidenti. Dhe Italia drejt që e mori, edhe këta kanë një aureol madhështie që nuk e meritojnë. Ishte fake. Po Gennaro Gattuso e ka mbyllur në lot, po dorëheqjen nuk e dha. Kush është tjetër? Gigi Buffon. Edhe ai sa do presim që shumë, po ç'është të presësh. Çfarë bëri presidenti Gravina doli dhe tha kur e pyetën, po shikoni pse gjithë sportet e tjera italiane dallojnë, përsa në futboll, dini pse sa? Se është shumë e thjeshtë. Sepse futbolli është sport profesionista, përsa gjërat e tjera janë diletantë. Si mund thuhet? Se Yannick Sinner është diletant? Po Kimi Antonelli, pavarësisht se gjysma italianëve nuk bëjnë tifo, këtë probleme kanë pasur me Riccardo Pataresen, sepse duan te Ferrari atë pilotin italian.